Prej cilësive të munafikëve gjithashtu të ndëruar vëllezër është se ata janë përtac në faljen e namazit dhe nuk e përkujtojnë Allahun Azza wa Jall për vetë se pak. Ndonë se para besimtarëve paraqiten si njerëzit më të devotshëm. Dhe kur të vinë në namaz, nëse kanë kokën lart, atëherë ulin kokën. Për shkak të modestisë së tyre, pra dëshirojnë që ta stërmadhojnë modestinë e tyre për shkak të njerëzve të tjerë. Ndonë se mos harroni të nderuar vëllezër, ka dallim mes hipokrizisë dhe syefacisë. Është një dallim esencial. Ai i cili bëhet domethënë ka syefaci para tjerëve, nuk është që nuk e don namazin. Ai e don namazin, i don veprat e mira, por i përzihen me syefaci. Pra ai e fal namazin, për momentin që vjen dikush, dëshiron ta zbukuroj namazin e tij. Kurse hipokriti të nderuar vëllezër, në esencë ai nuk e don namazin, por e bën për shkak që të duket mirë para muslimanëve e pastaj kur të vije koha, ti mashtroj dhe ti zhduk ata. Ata janë përtac. Allah Azza wa Jall na tha për këtë cilësi, tha: "Wa idha qamu ila as-salati qamu kusala yura'una an-nasa wa la yadhkuruna Allaha illa qalila." E kur të ngritën në namaz, kur të ngritën për ta falë namazin dhe thirrën për ta falë namazin, shkojnë në namaz me shumë përtaci, pa dëshirën e tyre, absolutisht. Tha, dëshirojnë që të shfaqen para njerëzve. Wa la yadhkuruna Allaha illa qalila. Dhe kur isha ata, nuk janë përkujtues të Zotit për vetë se pak. Pra janë për njerëzve më të pak që përkujtojnë Allahun subhanahu wa taala, ata e braktisin namazin me xhamat. Dhe kjo cilësi të nderuar vëllezër, vallahi, kur e kam shkruar në këtë fletë, besoni që duhet kemi frikë se cili prej muslimanëve nga se ka mundësi të na godet kjo cilësi. Tha, nuk e doj namazin me xhamat. I ja kthejnë shpinën namazit me xhamat. E pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tha në një hadith vërtet, tha, gjëja më e rëndë për hipokritët, tha, është namazi i jacis dhe i sabahut me xhamat. Sikur ta dinin ata se çfarë vlere ka namazi i jacis dhe i sabahut me xhamat, do të shkonin zvar për ta arritur këtë shpërblim. Andaj vallahi secili që e dëgjon këtë hadith duhet këtë frikë se mos e ka kapur këtë cilësi. Nga se të gjithë ne, pa ndonjë përjashtim, jemi neglizhent ndaj namazit me xhamat. E lutim Allahun Azza wa Jall që të na përmirësoj dhe ta shtojmë edhe më shumë, ka se namazi me xhamat kemi thënë se e shton imanin, e shton dashurinë ndaj vëllezërve e kështu me radhë.